Nëse Lutkov nuk është në gjendje të përmbushë detyrimet e tij le të jap dorëheqje, punëtorët e kulturës nuk janë statistikë në shoqëri, reagon LSDM-ja pasi mbi 3000 punëtor mbetën pa paga në festën e madhe të Pashkëve. LSDM-ja thotë se ajo që Lutkov ka kërkuar falje nuk ka vlerë. Korrigjimi i të ardhurave duhet të fillonte me pagën e muajit mars, në përputhje me marrëveshjen kolektive të nënshkruar. Në vend të kësaj, punëtorët e kulturës u injoruan dhe u diskredituan me deklarata manipuluese nga vetë ministria se nuk kanë punuar mjaftueshëm, se nuk e meritojnë pagën e tyre, se pagat janë të larta. Ky qëndrim tregon mosinteresimin e plotë të qeverisë për ata që mbajnë mbi supet e tyre kulturën. Me kundërreagim doli VMRO DPMNE-ja, e cila thotë se LSD-ja të mos aktroj se janë të shqetësuar për kulturën për shkak se ata e kanë kthyer në ark partijake dhe platformë për krim. Sipas tyre, ajo që Lutkov kërkoi falje është një gjest korrekt që tregon një qasje të ndryshme. Në Facebook reagoi edhe kreu i Sashkut Jakim Nedelkov. Punonjësit e kulturës po e presin si vetimtare lindjen e Krishtit, shkruan ai. Sashk kërkon që ministrit të bëjnë përpjekje të jashtëzakonshme që menjëherë pas festës të paguajnë pagat e papaguara në institucionet e kulturës. Përkundër përpjekjeve të Sashkut dhe presionit ndaj Ministrisë së Kulturës, paga e muajit mars nuk është e paguar. Sashk beson se institucionet e sistemit duhet të gjejnë një mënyrë për të parandaluar që kjo të ndodhë, gjë që fatkeqësisht do të thotë se rreth 4000 punëtorë të kulturës do të festojnë festat e Pashkëve me vakt të ligët. Lutkov dje në Facebook u kërkoi falje punonjësve të kulturës. Më vjen sinqerisht keq që kjo vonesë ka ardhur deri në këtë pikë, pavarësisht nga të gjitha përpjekjet e mia për të arritur me pagat në kohë. Ju siguroj se do të punojmë shumë që situata të tilla të mos ndodhin më kurrë, tha ai. Megjithatë, arsyen për pagën e papaguar e sheh në të kaluarën. Shkaku për këtë është problemi shumë vjeçar dhe i pazgjidhur me rregullimin e pagave të punonjësve të kulturës, i cili çdo vit krijon probleme të mëdha. Për të tejkaluar përfundimisht dhe përgjithmonë këtë sfidë, të gjitha palët e interesuara duhet të arrinin një marrëveshje, gjë që nuk ishte praktik në të kaluarën dhe gjithë kjo fatkeqësisht çoi në vonesa në pagesë të pagave. Punëtorët e kulturës caktuan të u bim protestë për të martën në orën 12 para Ministrisë përkatëse, ku do të shprehin indinjatën e tyre për mos respektimin e të drejtave të punëtorëve. Po ashtu, ata paralajmërojnë edhe kallëzime penale, nëse javën e ardhshme nuk do të ketë harmonizim prej 8.5% të pagës minimale. Ќе бидат поднесени тужби за ненавремена исплата на плати, како и секогаш за задоцната исплата на плата согласно колективниот договор од 10 во месецот, наназад 3 години со парично побарување. И доколку се исплати платата без усогласувањето со минималната плата, ќе се поднесат и кривични пријави за изготвувачите на таква незаконска плата. Mbi 120.000 punonjës të sektorit publik do të marrin harmonizim prej 8.5% të pagës minimale me pagën e marsit dhe rritje prej 12% në përputhje me marrëveshjen e përgjithshme kolektive. Qeveria thirrri sindikatat për konsultime këtë muaj. Disa nuk morën harmonizimin e pagës minimale dhe pothuajse askush nuk mori rritje prej 12% sipas marrëveshjes së përgjithshme kolektive.